4 vitet e fundit kemi qenë dëshmitar të rënimit të gjithçkas në Tetov. Në vend të progresit, Tetova përjetoi katrahur urbanistike, trafik kaotik, rrugë me gropa, grumbuj mbeturinash që shtohen çdo ditë. Qytetarët e Tetovës kanë vite që janë lënë në etje, por vetëm uji nuk mund ta shuaj etjen e Tetovës, sepse Tetova ka etje për qytet. Tetova meriton ndryshe. Unë e shoh Tetovën një qytet urban me infrastrukturë efikase rrugore, linja të rregullta të transportit publik, parkingje nëntoksore, ambient të pastër jetësor dhe paqe të gjelbra që ruhen e mirëmbahen. Do ta bëjmë Tetovën qendër të jetës së pasur kulturore, arsimore dhe sportive, me bibliotekë qyteti dhe qendër studentore, teatr, kinema, muze dhe hapësira të posaçme për rekreacion dhe arktik. Unë jam Teuta Arifi dhe kërkoj mbështetjen tuaj për ta shndruar Tetovën në qytet të njohur për zhvillimin ekonomik, fuqinë intelektuale dhe financiare, të integruar në zhvillimet rajonale e ndërkombëtare. Bashkohuni.